Spari shumë faleminderit për mikpritjen, së dyti faleminderit edhe për durimin e qëndrimit në këmbë, po këtu janë ndryshe rregullat se në të gjitha festat e tjera rrinë ulur, këtu ju mban policia në këmbë dihet ajo punë. Dhe se ju mban në gjendje kështu alarmi të vazhdueshëm. Dhe faleminderit në radhë parë të gjithë atyre që në këtë grup që është natyrisht shumë më i vogël se sa Partia Socialiste e Lezhës apo e qarkut Lezhës, dhe që i përkasin gjeneratës së parë të Partisë Socialiste, i përkasin ati grupi njerëzish që me kurajo morën vendimin për ta shkëputur Partinë Socialiste dhe për të shkëputur familjen politike që sot është themeli i Partisë Socialiste nga e shkuara dhe për ta kthyer me syt nga e ardhmja, sepse çdo vit që kalon do ta nënvizoj më fort rolin e tyre në historinë e re politike të Shqipërisë. Rolin e tyre si një rol me një rëndësi vendimtare, pasi 35 vjet janë pak për historinë, por janë shumë për të parë dhe për të kuptuar jo vetëm peshën, por edhe impaktin e jashtëzakonshëm që ka pasur Partia Socialiste në jetën e vendit dhe mbi të gjitha për të kuptuar vlerën e shtuar që Partia Socialiste ka sjell duke u qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejt interesit ton kombëtar, duke i qasur në një mënyrë të padiskutueshme të drejt të shkuarës, duke i qasur në një mënyrë të padiskutueshme të drejt shoqërisë dhe botës. Duken si fjalë të zakonshme në kuptimin që duket gjëja më e zakonshme dhe më normale që një forcë politike të ketë një qëndrim solid, të palëkundur dhe të kthjellët në raport me interesin kombëtar, por ja që nuk është kaq e zakonshme. Se po të ishte kaq e zakonshme, do të ishte karakteristik e të gjitha forcave politike në Shqipëri. Por kjo është karakteristik e vetëm një force politike, Partisë Socialiste. Sepse vetëm Partia Socialiste qysh në krye të herës nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga vija e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Dhe për këtë ka plot shembuj që mund të merren, por shembulli më kuptimplot e madje ulëritës në sensin negativ është shembulli që dallon si ditën me natën Partinë Socialiste me kundërshtarët e saj politik. I dallon si dita me natën sepse siç ka ndodhur në historinë e këtyre 35 viteve dhe vazhdon të ndodhë dhe sot. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundërshtarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në krye të herës, nuk lënë gjë pa thënë sot dhe nuk do të lënë gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humsit kronik
dhe shpirti i shkatërimit në politikën shqiptare. Dhe ata e sulmuan brutalisht Partinë Socialiste si parti e lidhur me Serbinë, si parti shërptore e Beogradit, por e vërteta tregoi diçka krejt tjetër, që pikërisht ata që rrihnin gjoksin ditën dhe gjuanin me gur Partinë Socialiste, natën thyenin embargon e botës demokratike ndaj Slobodan Miloševićit dhe furnizonin me naftë makinerinë e tij të pastrimit etnik. Ndërkohë që Partia Socialiste qysh në ditën e parë të marrjes në dorë të frenat të vendit pas katrahurës së paimagjinueshme të vitit 1997, u bë mbështetja më e fortë, mbështetja më e palëkundur dhe mbështetja e përhershme deri në fund, deri në çlirimin e Kosovës, e ushtrisë çlirimtare të Kosovës.